Me pak minuta përgatitje, kjo është një nga ato receta që në shtëpinë time përgatitet shpesh dhe askush nuk i bën naze. Do të na duhet mish pule. Do ta marinoj mishin me pak vaj, krip, piper të zi dhe spec pluhur. Do t'i përzijej mirë. Do t'i skuqim në temperaturë mesatare, duke i kthyer nga njëra anë në tjetrën. Pas janë skuqur, do t'i kalojmë në një pjatë. Ndërkohë tek fojniti vaj do të skuqim një qep. Do vazhdojmë të përzijmë për disa minuta. Më pas do të hedhim rreth 250 gram makarona supe. Do vazhdojmë të përzijem. Pasi e shohim që është skuqur pak, do ta heqim nga zjarri dhe më pas do ta kalojmë në një tavë. Do ta përhapim mirë nëpër të gjithë tavën. Ndërkohë në një enë do të hedhim një lugë salcë domatje, pak krip dhe 700 ml ujë. Ujin sipas dëshirës mund ta zëvendësoni dhe me lëng mishi. Do të vendosim mishin një nga një në tavë dhe sipër do t'i hedhim ujin. Ta mbulojmë të gjithë sipërfaqen dhe më pas do ta vendosim në furrë të parangror me 200 gradë për rreth 20 minuta, derisa makaronat e kenë pirë të gjithë ujin. Tashmë sapo ka dalë nga furra, do ta lejmë të pushoj pak dhe e kemi gati. Sipër sipas dëshirës mund t'i hidhni majdanoz dhe mund ta shërbeni në pjatë. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të jepni një like ose një koment se si ju duk kjo video dhe gjithashtu ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.